أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين صدق الله العظيم فلندري كرم الله جل شانه atë falenderojmë dhe vetëm për ti di dhe falje kërkojmë. Udhëzues veç Allahut, drejtues veç Allahut, orientues veç Allahut, i cili i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë. Drita e Allahut, nurun ala nur, dritë për dritë. Dritë e cila nuk mund të vlenë në shqitore, apo në dyqane. Dritë e cila blehet vetëm nuk e lexo Kur'anin. Është një evolucion i brendshëm që pajis robin me dritë, me dije të Allahut. Dhe pikërisht të lexuar një jetë kuranor vëllezër të nderuar besimtarë. Që thot Allahu në Kur'an: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ." Dhe ne kemi zbrit pra Kur'anin تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Sqarues zgjidhje për çdo send. Dhe ky Kur'an që është huda, që është bushra, që është furkan, që është dallues i zvërtetës nga e kota, është ilaç, është zgjidhje për besimdrejtin dhe për besimtarët. Që na vjen të nderuar besimtarë këtu në xhami Ferizaj, në qendër Ferizaj, në Ferizaj, qytetin e Ferizaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë sot nuk kam marrë në temë ku me ditë shka për me sqaruar për para jush. Pra nuk kam marrë në temë të veçantë, sepse për çka dush me fol, ka çka dush me fol. Se s'kem hallë dhe probleme për me fol, ka sa dush. Por unë do të flas për një gjë që është shumë me rëndësi dhe me vlerë, pa të cilën robi nuk mund të grihet me fal namaz, pa të cilën robi nuk jep zekat, dhe nuk jep për mu ndërtu xhamit, apo për mu ndërtu medreset, fakultetet, apo mu ndërtu personalitetet dhe njerëzit për me ecë në rrugën e Zotit që dëshon. Që është fjala për zekatin, për haxhin, për agjërimin, për të gjitha. Siç e prezantoi edhe hoxha i pra unë imam Hoxha Berisha, ligjëratat e mia i gjeni këtu në internet, sepse bota është një botë e vogël, është zvogëlu. Pse është zvogëlu bota? Se ti komunësh me pa njëri, në atje ku është namëri, Zeland, Reja, Afrika, kontinent, këtë tjetër komunësh me pa duke prediku Islamin, duke ligjëru Islamin për të mirën e individit. Pse? Islami është një shtrim paqësor i robit Allahut, pra i krijesës ndaj krijuesit, ndaj Allahut xhallahu xhan. Andaj zotë të dashur, unë do t'ju flas në lidhje me një ajet kuranor, ku Allahu xhallahu xhan ka thënë këtë ajet kuranor: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar gjinën dhe njerëzit për tjetër, vetëse të më adhurojnë mua. Adhurimi është çështje e madhe,
Shumë çështje. Si shkak i adhurimit njëri mundet me shkue në xhenet ose në xhenem. Qysh më shkue njëri në xhenet e qysh xhenem? Kiramen katibin. Ka dy ande pra, ai që shkruan punë, do të thonë që janë punë e këqija, po dhe punë të mira, dy melorë që dy pra. A mund të na më shef Allahu edhe të dy pra që dy pra, je kurs po na shef. Çdo punë, çdo sen regjistrohet. Pra adhurimi ka shkak të çuar, ose në zjarr xhenimit, ose në xhennet. Xhennetul Firdaus inshallah. E çka është adhurimi? Adhurimi o vëllezër është pita adhurimi më i vogël, e ditë më i madhe. Adhurimi është të thonë Allahu Ekber. Zoti është më i madh. E jo me thonë vorri është më i madh. As fotografia apo film kontore apo aktori i filmave. Apo media Ekber, du me thonë, po Allahu Ekber. Çka është media? Është televizori, është gazeta, është radio, manipulus, instrumentalizus i mendjes njerëzore. Si po manipulohet pra mendjen njerëzore? Televizion e qetë ato tu ja hip kryve, tu e vra, tu i thonë drog, tu pi alkohol, tu vra, tu bo prostitucion tona. Fëmija e vogël, pa pjekur ende dhe pa formuluar ende si fëmijë. Po merë mësim, pe asoj, pe ati ekrani, sa pëllë që është sa centimetra nuk i njësë sa është, por të masia pa kërëci, po të masia, po të këndërqitja që e godet, mendjen e fëmijës ende të pa formuluar dhe ende të pa pjekur. Dhe bon ato me adhuru filon komptari, me adhuru filon preparati droge apo putadion. Pra e adhuron ato fuqishëm. Pse se vjen ndikimin e drogave, alkoolit, prostitucionit apo vetive të ndryshme që praktikohen pra nesh. Andaj vëllezër besimtar, adhurimi është çështje shumë e madhe. Adhurimi është çështje shumë e madhe. Nëse robi adhuron Allahun që shduhet, atëherë Allahu qenë depo të riskut. Allahu qenë udhëzusin, Hudejbit mutekin. Ky Kur'an është udhëzues për mutekin, po me arritje të mutekin, po mutekin do të thonë muslim, masnaj mu'min, masnaj mutekin e këtij me vao, pra pos gradave. E çu arrin këto grada? Këto grada arrin me punë. Jo punë për me të po njerëzit, po me të po Allah, krijuesi suprem, formuesi i ligjeve, formuesi i kushtetutave, formuesi i neneve, Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesi i planetit tonë, krijuesi i kësaj toke, krijuesi i yjeve, krijuesi i planeteve, Allahu xhalla shanuhu, krijuesi i shpirtit tonë, ai që jep jetë, por ai që jep vdekje, është Allahu xhalla shanuhu. Huwa alladhi la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Pra ai është Allahu që duhet të nështru, ai është Allahu që duhet të adhuru. Dhe kush dëfton që kjo fjallë Allah tjetë më larta, është rrugën e Zotit të madhruar. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe këto janë mësimet e Allahut në Kur'an që thotë ja ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiiu Rasul. Pra bindini Allahut dhe bindini dërguarit. Nuk po thotë më mbi Mahmudës, nuk po thotë më mbi kryqit as ndoj elementi fizik apo ndoj planeti qiellor, as civilizimit maja, as teka toltere, që kanë ato civilizime që është parashojnë fundin e botës së 12 sipas mendimeve të tyre. Allahu e din ku është katran këtë botë, sepse ai është krijuesi. Dhe shajnet e kiametit janë pra botën pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ja ka treguar Allahu, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet për mendjes tij. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet hawa, nuk flet navu, po flet vetëm për asaj që është inspiruar dhe shpall pe anës Allahu xhalla shan. Kjo është udhëzimi i Allahut te bareke ve teala. Jo prova që çoj njerëzit dhe për prosin. Unë lexova një artikull gazete
që thoshte mira pacient paraqiten në NASA, nga ajo elite pra NASA që parashikon planetet dhe astronomi, thotë mira njerëz në tjera njerëz paraqiten për me bën vetrasi kinë se do të bëhet kiameti në 2012. Allahu e din se kur do të bëhet kiameti. Leni këto prova, leni se i mund njerëzit të qafë, i mund njerëzit të qafë me prova dhe me legjenda dhe me sene të kota duke u instrumentalizuar mendet të kërive dhe duke i quajtur njerëzit të rinj në për droga, në për prostitucion, në për vetvrasje, në për mite, në për filma horror, në për të bere, dhe nuk qivet një herë në thoni dokumentar islam me rikpami etike, morale, apo një dokumentar islam shkencor që të rekon realitetin e burrave që kanë formu shtetin islam të parë burra që kanë formu khilafetin islam, si që ka qenë Muhamedi a.s. një ndër figurat me mendikim në botë, 100 figurat me mendikim në botë, e keni një libër Michael Harvey, që si një rëdit parin Muhamedi a.s. Jo që është musliman Michael Harvey është i krishter, lexoni biografinë e tij, është i krishter, po e ka llogarit, e ka rëndit Muhamedi a.s. të parin, e pastaj vazhdojnë tjerë, vazhdanisa, vazhdojnë Buda e tjerë personalitete në histori e civilizimit dhe zhvillimit botror. Pra kjo ka qenë Muhamedi a.s. që ne duhet marrim shembull, po ka qenë një ndër adhurues pa dhejt Allah, edhe pse është garantuar xhenetin gjatë tij. I është garantuar xhenetin. Po jam tregoj edhe një rast të Umerit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë ashabe që kanë ndajë krah për krah me pejgamberin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një rast që me vërtet tregon ikhlasin e tij, sinqeritetin e tij. Ka shkuar ka marrë vesh që ka qenë një njeri që Allahu te bareke ve teala ja ka pranuar duan. Edhe ju e dini shumë mirë se Umeri në gjallë ti ka qenë i përgëzuar në xhenet. Pra, i kanë thonë, në atë kohë pra, që Ebu Bekër në xhenet, Umer në xhenet, pra në gjallë ti e kanë fiduar në xhenetin, pra, janë përgëzuar dhe në xhenet. Mirë po shikoni sinqeritetin. Merë vesh që një njëri dikun në mëndësia që janë, i pranuat doaja. Allahu ja pranuat doa në të njëri. Dhe shkon atje në mëndësi për me takuat njëri Umeri. Edhe i thot këti njëri Umeri pra, prisi besimtarve, kalifja i muslimanve, prej kulefat në shëdimve, i thot, bëni dua Allahu, që Allahu me mështi mu në gjenet. Mështimu në gjenet. I përkësum në gjenet, po i thot ati, bëni dua Allah, me mështimu në gjenet. Shikani pra, jo që ka qenë mos besus që ka me në gjenet, se ata se me ame o atana, do me thonë ata kanë dëgju pra dhe jënë bindë, se ata në konë burat dhej në historinë e njërshtimit. Për cilët duhet me shtu vëllime, janë shtu vëllime, po dhe shtuet edhe vëllime dhe isha të pojnë fund. Ky planet tokë edhe kjo shoqëri njerëzore. Edhe ka thonë pra bëni dua Allahu me mështimun në xhenet. Shikoni pas sinqeriteti. Po ne sa i thomi vëllezërve tonë që i kemi në gratë që dinë që janë që falin namazin sa duhet rregullisht, janë që i kushtojnë rëndësi